dhe a kanë instalua kulla apo s'kanë instalua një turbinere. Koha ka ndaluar dhe ka ecur mrapa në këto 12 vite. I bllokuan, anulluan sa erdhen kontratat, dekurajuan bankat të cilat me pasion të veçantë kreditonin hecet në Shqipëri, sepse e vërteta është që levërdishmëria e tyre ose rikthimi i investimeve arriti në nivelet që ishte për tecet dhe bankat kreditonin me shumë pa kundërshtira. I morën që t'i vilnin gjithë qka, po të cilësoni moton e tyre në energji, pas gjithash e mbi gjithash vjedhje dhe vetëm vjedhje. Vjedhje të energji garantoj qytetarë shqiptar se të i kalojnë vjedhjet në çdo sektor tjetër. Shqipëria ja doli të shndrohet në faktor kryesor në projektin më të madh që Europa kishte në atë kohë, gazsjellësin transadriatik, dhe të luajë një rol përcaktues në këtë gazsjellës, në finalizimin e kontratës me këtë gazsjellës. Për shkak të këtij gazsjellësi, një projekt tjetër, një marrëveshje tjetër, transadriatik, gazsjellësi JAP, që lidhte vendet Shqipërinë, Malnezi, Bosnjën, Kroacinë. U firmos marrëveshja. Cila ishte vlera e saj? Vlera e saj ishte e jashtëzakonshme. Vlera e saj shtronte Shqipërinë në hub energjetik kryesor të rajonit, epiqendër të shpërndarjes energjisë në rajon dhe të gazit. Koha ndaloi, miqtë e mi. Tapi përfundoi. Nga tapi shqiptarët nuk përfitojnë as 1 megawatt energji. Pavarësisht se kontrata ka përcaktimet e qarta, qoftë për ngrohjen, qoftë për prodhimin e energjisë. Teci Vlorës kishte nevojë për një përfundim dhe investim dhe zgjatja e tubacionit, por u desh të merren barzat nga Bangladeshit që të vidhej dhe vetëm të vidhej. Energjia, sistemi i saj, nga një sektor i fuqishëm, lider, u shndrua në një barë të rëndë për qytetarët shqiptarë dhe bizneset shqiptare. Sepse vjedhjet masive, punësimi pa asnjë kriter, bën që tjetë kjo një pasuri ndërshkuese për shqiptarët. Me mburje deklarojnë se kemi investuar 1.3 miliard. Po qarë ku i keni investuar? Ku janë? Keni vjedhur të paktën 1.1 miliard me këto. Duke parë vjedhjet e jashtëzakonshme, Banka Botërore u imponoi bursën, hapjen e bursës.